vëllezër, Omar radhiyallahu anhu hyret një ditë në shtëpi e Profetit alayhis salatu wassalam. Kur dërguar Allahu xhallahu anhu ishte larguar nga familja e tij për një muaj. Edhe kur hyret në dhomë Profetit alayhis salam, ai ishte i shtrirë në një hasër. Edhe hasri ai nuk kishte veshur rroba sipër. Ishte pjesa sipër ishte bosh, pa veshur rroba. Edhe dërguar Allahu xhallahu anhu kur erdhi Omari uli për biseduar me Omar radhiyallahu anhu. Edhe ai ka parë shenjat në kurizi Profet alayhis salatu wasalam, shenjat të hasrit. Edhe ka fillu duke dalë lotët nga syri Omar. Sa Omar, çfarë ke? Ishte duke parja një 2 kg elb në një qosha, një çupi për ujë, edhe kjo hasri. Ky ishte gjithë dunjaja Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj kanë dalë lotë. Sa u dërguar Allahu xhallahu anhu, po unë kam bërë vizitat të iranianëve, mbretët e Iranit. Me çfarë luksi jetesa jetojnë? Ti dërguar Allahu xhallahu anhu edhe këtë thjesht. Tha Omar, akoma ke sy në këtë dunja? Sa do jetojmë këtu? Nuk i kënaqesh ti që Allahu na ka lënë ahiret. Atëherë për këtë dunjë, domethënë syrit profet janë shumë të. Edhe prandaj dërguar Allahu xhallahu anhu është duke thënë që ne grupi profetëve jemi më të isprovuar nga Allahu madhruar. Pastaj kush është më afër nesh, ai ka më të isprovuar nga Allahu xhallahu anhu. Prandaj vëllezër, për të arritur shija e imanit, edhe për të arritur ëmbëlsia e imanit, sakrificë. Adhurohu Allahu xhallahu anhu me dhikri Allahu, me sadqa, me çfarë mundësia ka dhënë Allahu xhallahu anhu. Hadithi i fundit tregojmë edhe mbyllim hutba. Abu Huraira radhiyallahu anhu thotë: "Ausani Khalili, dashuri mua ka këshilluar."